إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نظيف مير sonte me lejet Allahut subhanahu wa taala do të përfundojmë këtë kapitullin që ishte mbi ose librin nga muataja e Imam Malikut që kishte të bëjë me namazin, shkurtimin e namazit gjatë udhëtimit dhe shkurtimin e namazit gjatë udhëtimit dhe çështjet e tjera të lidhura me namazin. Ramazanit nuk do të kemi mësime në hadith. Mirë do të mundohemi me lejet Allah subhanahu do të konsultohemi edhe me juve dhe gjatë Ramazanit do të bëjmë diçka në tefsir me lejet Allahut subhanahu wa taala. E tani fillon vllai unë nderuam musliman me lexu hadithat me leximin e tij shumë të mirë, Allah e ndihmoft e forcoft. ابدأ يا شيخ مصلح بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. Thot kaptina e namazit e salatit mbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaptina e salatit mbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat do thot lavdimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kërkimi i Allahut, kërkesa nga Allah subhanahu wa taala që Allahu ta lavdoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Sahabit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si ta bëjmë salatin mbi ty o Rasulullah? Si ta bëjmë salatin mbi ty o Rasulullah? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Qulu", thuani, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Innaka Hamidun Majid. Ka thënë thuni këto që e përmendëm, thotë se salavatet kanë forma të ndryshme që thuhen në fund të namazit. Qëllimi është që mos të bëhet namazi rutinë dhe të bëhen në forma të ndryshme që namazit mos jetë rutinë. Sidoqoftë, kuptimi i fjalës Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. O Allah, bën salavat mbi Muhammedin dhe gratë dhe pasardhësit e tij. Ashtu siç ka bërë salavat mbi Ibrahim, mbi familjen e Ibrahimit. Salati do thënë nga Allahu është lavdata e Allahut për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Do të lavdoja o Allah, përmende o Allah të ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ngritja pozitën, siç edhe po ashtu gravet e tij dhe pasardhësit e tij. Ashtu siç e ka bërë me familjen e Ibrahimit. Dhe jepi bereqet, thot bereqeti do thot wa barik do të thon barik do të jepi bereqet, shtoja punë të mira pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Muhamedit dhe grave
dhe pasazhet e tij, ashtu siç i ke bërë bereqet, i ke shumëzu, ja ke madhështu gjërat familjes së Ibrahimit. Kështu ka ndodhur, se Allah subhanahu wa taala lavdon tërkon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e ka lavdu Ibrahimin alayhis salam, po ashtu gratë dhe familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç ka ndodhur me familjen e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. E familja e Ibrahimit janë fëmijët e dhe pasardhësit e tij. Të gjithë pejgamberët e Allahut janë mas Ibrahimit, janë pasardhës të Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po ashtu familja e tij janë të përmendur deri në ditën e gjykimit, derisa të ketë musliman, do ta përmendin dhe do ta lavdrojmë familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Akmil barakallahu fik. صلى الله عليكم. عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. والسلام كما قد علمتم. نعم. حديث tjetër është hadithi i Ebu Mes'udit radhiyallahu ta'ala anhum al-Ansari, që ka thënë që na ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mexhlisin, në najen e Sa'd ibn Ubadës, dhe i ka thënë atij Bashir ibn Sa'di, nga sahabit, i ka thënë: ja Rasulullah, ka thënë, Allahu na ka urdhëruar të bëjmë salat mbi ty. E si të bëjmë salat mbi ty? Atëherë thot pejgamberi sallallahu ka hesht. Derisa na shpresuan që ai nuk e kishte pyetur fare. Thot ka hesht nga pejgamberi sallallahu s'ka fol nga hamendja e tij sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ka thënë: thuani, Allahumma salli ala Muhammedin, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin kama sallaita ala Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. Thot, atër pejgamberi ka thënë kështu, thot, Allahumma, o Allah, bë salat mbi pejgamberin, tregova kuptimin e saj. Ashtu siç ke bërë me Ibrahimin dhe me familjen e Muhamedit, pasu familjen e tij, ashtu siç ke bërë me Ibrahimin dhe familjen e tij. Dhe bë bereqet, begatoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, ashtu siç e ka bërë bereqet edhe begatuar, ja ke vështuar punët, ja ke madhëruar Ibrahimit dhe familjes së Ibrahimit në al-alamin, do thot në tër botën, në tër krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Edhe pastaj thot innaka hamidun majid. Vërtet ti je hamidun majid, ti je ai që je i lavdruar dhe je i madhëruar. Lavdëruar dhe je i madhëruar. Thot wassalamu kama alimtum. Thot edhe selami është siç keni ditur, është në ku thonë në tashahhud, Allah tashahhud them assalamu alayka ayuha an-nabi. Thot selami qof mbi ty o pejgamber, ose assalamu ala an-nabi, selami qof mbi pejgamberin. Sahabite kanë thënë kështu pejgamberi sallallahu nga se Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. O ka thënë vërtet Allahu dhe melaqet e tij bëjnë salat mbi pejgamberin. O ju që keni besuar, bëni selam mbi të, bëni salat mbi të edhe teslim edhe selam do thotë. Këta sahabit kanë thënë që Allah na ka urdhëruar, çysh do të më bën tash salatin mbi ty? Atë pejgamberi sa më ka mësuar, çysh më bën salatin mbi ty sa mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çysh jam mësova, çysh e tregova në këtë rast. Selamin e kam pas më herët, e kam mësuar çysh më bën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. Tani Abdullah ibn Dinar, kam pa Abdullah ibn Umerin që
afroi te varri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bënte dua për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për Abu Bekrin dhe Omerin. Këtu në transmetim ka përmend fjalën salli, yusalli, do thot fjala salat do thot dua në esencën e saj, në duan e esencën, nuk është do thot që është falur mbi ta, nga se nuk ka falja bëhet vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Thot këtu është do thot është dua, thot ka bërë dua për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për Abu Bekrin dhe Omerin, të cilët janë të varrosur në njëjtën dhomë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në dhomën e Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Aty janë të varrosur nga se ata kanë qenë dy njerëz më të afërt me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ata janë të varrosur në gjithë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në të njëjtin vend. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. باب العمل في جامع الصلاة. عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. نعم. تاني thot kaptina العمل في جامع الصلاة. Veprimet që bëhen thot në përgjithësi në namaz, brenda namazit. Veprimet që bëhen në përgjithësi brenda namazit apo që janë të lidhura me namaz. Tregon që Ibn Umar radhiyallahu anhu ka thënë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i falte para namazit të drekës 2 rekate, pas namazit të drekës 2 rekate, pas namazit të akşamit 2 rekate dhe pas namazit të yatsis 2 rekate. Dhe nuk falej mas xhumasat asgjë derisa ta mbarante, derisa të shkonte thot në shtëpi, thot edhe pastaj thot në shtëpi i falte 2 rekate sallallahu alaihi wasallam, thot yani i falte thot 2 rekate në shtëpinë e tij sallallahu alaihi wasallam. Thot kjo Abdullah ibn Umar ka përmend disa prej suneteve që i ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa prej suneteve që i ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e përmend për shembull këtu sunetin e sabahit që i ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka transmetime tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fal 4 rekate para drekës, ka dhe tjera që kanë nxit të falen 4 pas drekës, ka transmetim që ka nxit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të falen 4 rekate para ikindis po ashtu, para akshamit edhe para yatsis po ashtu. Sidoqoftë këtu janë një pjesë e asyve që janë treguar. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لا أراكم من وراء ظهري. نعم. Tani kemi transmetim tjetër nga Abu Huraira radhiyallahu anhu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: apo e shihni kiblën time, thotë do thot tani un jam thot i drejtuar në kible, drejt kibles. Unë në namaz jam i drejtuar drejt kibles. Thot e wallahi thot nuk më janë të mshefta për mua as sejdë juve si e bëni, e as rukun si e bëni, nga se unë ju shoh thot nga mbrapa shpina ime. Ju shoh nga mbrapa shpina ime. Kjo është një prej mu'gjizateve, prej mrekullive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka mundsu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që në namaz ti shoh sahabit e tij edhe nga mbrapa. Kjo është prej veçorive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ka pas, që dallon nga njerëzit e tjerë, kur ka pas mundësi që brenda namazit, jo nuk është vërtetuar në vende të tjera, por brenda namazit ka pas mundësi të shoh sahabit e tij se si janë në sejdën e tyre dhe si janë në rukun e tyre. Kjo është prej veçorive të Muhamedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akmil. أحسن الله عليكم. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. نعم. Transmetim tjetër nga Abdullah ibn Umeri që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkonte në Kuba, her do thot me mjet udhëtimi hipur në një kafsh, e her këmp. Mes xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë parafisisht 5 kilometra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nganjëherë ka shku, thot transmetim tjetër ka që ka shku një herë në javë së paku, ditën e shtunë, apo duket shtunë në shtunë, ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë në javë
dhe është falë në Kuba. Nga njëherë ka shku do thotë këmbë, nga njëherë ka shku me mjet udhëtimi. Ekmil. أحسن الله عليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني؟ وذلك قبل أن ينزل فيهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. Tani Yahya ibn Sa'id ibn Nu'man ibn Murra tregon thot se Rasulullah sallallahu ka thënë, çfarë mendimi keni ju për atë që pin alkool, apo për hajnin, apo për zinaçarin, atë që bën zina. Dhe kjo ishte thot para se të zbresin dënimet e Allahut subhanahu wa taala për ta. Dënimet që i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala për ta. Ata kanë thënë Allahu dhe i dërguar atij e di më së miri. Atëherë ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ato janë fllishti dhe në to ka dënim, për to ka dënim. Mirë po thot hajnia më e keqe është ai që vjedh në namazin e tij. Ai që vjedh në namazin e tij. Kanë thënë, po si mund të vjedh dikush namazin e tij, ja Rasulullah? Ka thënë, nuk e plotson rukun e as sujud. Thot nuk e plotson as rukun e as sejdën e namazit. Thot nuk përqendrohet në ruku e në as sejdë, nuk e bën tamam rukun të qëndrojë drejt mirë e të përqendrohet në ruku e as në sejdë nuk përqendrohet, i bën shpejt. Kjo është hajni më i keq. Hajni më i keq sepse hajni që vjedh parë. Nëse ky transmetim është nga transmetim i një tabiini nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është transmetimi do mirë, po ka hadithe të tjera që tregojnë këtë punë, dhe vërtetuar në anë të tjera këtë hadith. Akmil barakallahu fikum. صلى الله عليكم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. نعم. Urwa ibn Zubair ka tregu se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lëni diçka nga namazi juaj në shtëpitë tuaja. Thotë çka? Thotë nafilet falni në shtëpi. Mos i lëni shtëpitë varre, çka në transmetim tjetër. Nga se ky hadith vërtetohet në hadithe të tjera të cilat janë në Buhari dhe Muslim. Çka thonë, mos i bëni shtëpitë juaja varre, por falunisht në shtëpitë juaja. Faluni në shtëpi. Çfarë do të thotë qëllimi që në varre s'bën me fal namaz. Në varre nuk bën me fal namaz. Pasi nuk bën me fal namaz në varre, atëherë mos i përgjasoni shtëpitë juaja me varre në të cilat nuk bën të falet, por falni namazet nafile në shtëpi. Akmil barakallahu fik. صلى الله عليكم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. نعم. Abdullah ibn Umeri ka thënë që nëse i sëmuri nuk mund të bëj sejdë, atëherë thotë veç bën shenjë për sejdën e tij, dhe s'ka nevojë të çet gjën në ball. Nga se disa njerëz çka bën thënë, nëse s'mund me ron sejdë, marrin diçka të qesin ball, kështu po prek me ball në tokë. S'ka nevojë me ball këtë punë, nuk ka nevojë me ball këtë punë, nga se si ka në transmetim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shembull kur është falë në udhtim, nuk ka bë sejdë në nafilen e tij, apo çdo dhe sëmuri, s'ka mundësi me bë sejdë, s'ka nevojë me çet asgjë në ballin e tij kur të bëj sejdë. Akmil barakallahu fik. صلى الله عليكم. عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. نعم. Tanë transmeton nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu që kur vonohen ndonjëherë në namaz dhe arrinte në xhami pasi që njerëzit kishin fal farzin, thotë fillonte të falë farzin dhe nuk falte asgjë para saj. Thotë nuk e falte njerëz sunetin, por e falte drejt farzin. Nëse ky veprimi i Abdullah ibn Umarit kështu ka qenë, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka humb një herë namazi farz, si në atë momentin kur e ka marrë gjumë dhe zgju derisa ka një dielli, së pare ka falë sunetin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj
pastaj e ka fal farzin. Kështu që nëse dikujt i kalon namazi farzës, mund të arrijë në xhami, dhe është në xhami apo diçka, atë ta fal një sunetin, pastaj ta fal farzin, siç ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشير بيده. نعم. Ta në transmeton një transmetim tjetër nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, që ka kalu pranë njeriu, thotë që ishte duke u falur. Dhe i ka dhënë selam. E ai thotë njeriu ja ka kthy me fjalë. Ja ka kthy selamin me fal duke qenë në namaz. Atëherë thotë Abdullah ibn Umar është kthyer te ai, thotë pasi që ai ka përfunduar namazin dhe ka thënë, kur të jepet selam dikujt nga juve kur është në namaz, le të bën shenjë me dorë. Thotë mos të flas kur të bëj shenjë me dorë. Thotë bën shenjë me dorë, thotë ose vetëm me kështu e bën me shuplok të dorës, ose bën vetëm një gisht për të jap kthimin e selamit, shkon në transmetime të tjera. Thotë shkon në transmetime të tjera nga pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, si shkon nga pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. نعم. Abdullah ibn Umar prap thot nëse dikush e ka harruar një namaz dhe nuk i kujtohet ai namazi që e ka harruar, përveç se kur është duke fal namazin tjetër me imamin. Për shembull, je duke fal ikindin. Edhe të kujtohet që se nuk e ke fal drekën, përveç kur je duke fal me imam për ikindi. Atëherë ka thënë فليصلي الصلاة التي فليصلي الصلاة يعني thot kur të përfundon imami, thot atëherë thot le ta fal namazin që e ka harruar, pastaj le të përsërit namazin tjetër. Këse, nga se namazet duhet të kenë renditje, duhet të falen me renditje. Për shembull, ty të ka humb namazi i drekës. Nuk bën tash me fal një herë ikindin pastaj drekën, jo, do të së pari me fal drekën pastaj ikindin. Kështu duhet të veprohet. Ekmil. أحسن الله إليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة فلما قضيت صلاة انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر قال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله فإنك قد أصبت إن قائلا يقول انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. نعم. Kanë transmetim tjetër nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu thotë që thotë unë isha thotë Wasi ibn Hibban tregon që thotë isha duke u fal, ndërsa Abdullah ibn Umari e kishte mbështet shpinën e tij në murin që është drejt kibles. Murin që është drejt kibles në xhami, në murin e xhamisë, në cilin është në drejtim të kibles. Dhe kur e përfundova thot namazin, u ktheva te Umeri, te Abdullah ibn Umeri nga ana e majt, nga ana e mas. Ka dhënë selam në të djathtën, pastaj është kthyr te ai, thot ka dalë nga namazi nga ana e majt. Atëherë Abdullah ibn Umeri ka thënë ti të ke bërë punën e mirë, ke bërë punë. Nga se dikush mund të thotë, kur të kthehesh nga namazi, kthehu në anë të djathtë. Kanë disa njerëz thonë që kur të përfundosh namazin, nëse kthehesh drejt njerëzve, kthehu në anën e djathtë, jo nga ana e majt. Ka thënë Abdullah ibn Umeri, kur ti jesh në namaz, kthehu nga cila anë të duash. Ndash nga e djathta, ndash nga e majt. Nuk ka qëllim selami, jo. Mu kthy krejt kur të përfundosh namazin çash. Prandaj nuk ka gjë të keqe. Të kthesh ose nga majta ose nga djathta kur të përfundosh namazin. Qoftë nëse je imam, qoftë nëse je vetëm. Akmil barakallahu fik. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله لا ولكن صلي في مراح الغنم. نعم. Tani transmeton një hadith nga
nga dikush prej muhaxhirëve. Nuk përmendet kush është ai. Nuk përmendet kush është ai. Mirpo Urwa ibn Zubair ka pas mendim që s'ka gjë të keqe për të, edhe ka thënë që ai e ka pyet Abdullah ibn Umerin, Abdullah ibn Amr ibn al-As, a bën të falem thot në torishtën e deveve, bën të falem në vendin ku rrin devet. Ai ka thonë jo, mirë po ka thonë falo në torishtën e dhënve, vendin ku rrin dhet, bën mu fal. Ky transmetim është i dobët, nga se nuk dihet kush është ky transmetuesi, dhe do thotë ka ndërprerje, nuk dihet kush është ky person. Sidoqoftë, ky ka në transmetime tjera ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith vërtet ka thënë që mos mu fal në torishtën e deveve. E ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa e ka leju të falemi në torishtën e dhënve, aty ku rrin dhet, bën aty ku pushojnë dhat, ku flajnë dhat, bën s'ka gjë të keqe, mu fal ata. Akmil barakati. السلام عليكم. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها. ثم قال سعيد: هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، وكذلك سنة الصلاة كلها. نعم. Said ibn al-Musayyib ka thënë, do thotë e përmend Maliku rahimahullah, që ka thënë, çka është një namaz në të cilin ulesh në çdo rekat, në çdo rekat të tij. Të ulesh për tashahhud në çdo rekat të tij. Ka thënë Said ibn al-Musayyib ka thënë, kjo është namazi i akşamit, kur të hub një rekat. Maliku ka thënë që kështu veprohet në çdo namaz. Çka është qëllimi? Për shembull, ti ke mri në namaz të akşamit në rekatin e dytë. Tash, mas rekatit dytë, imami ulet, pastaj ngritet imami në rekatin e tretë. Prap mas rekatit tretë, ulet dhe jep selam. E ti pastaj ngritesh në rekatin e tretë, që është për ty, që të ka humb, atër prap ulesh mas rekatin e tretë. I bën do thot 3 tashahuda dhe mas çdo rekati je ul. Mas çdo rekati je ul. Kjo është qëllimi me këtë. Barakallahu fi. Akmil. السلام عليكم. باب جامع الصلاة. عن مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. نعم. Tani xhami është salatët përmbledhësi i namazit, kaptina përmbledhësi e namazit, gjërat që janë të lidhura me namazin, por nuk janë drejt në të. Transmeton një transmetim nga Abu Qatada al-Ansari, al-Harith ibn Rabi'i radiyallahu ta'ala anhum, që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falej duke e bart Umamën, bien e bisë të tij Zainebit. Bien e Zainebit, bisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën Umameja, të cilën Zainebia kishte me burrin e saj Abu al-As ibn Rabi'a ibn Abd al-Shams. Dhe kur binte thot në sejdë thot e linte anash, dhe kur ngritej e kapte. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bajt në krah, do thot Umamën, mbesën e tij, çikën e çikës. Thot dhe kur ka rënë sejdë e ka lënë anash, pastaj kur është ngrit prapë e ka bajt. Këtë ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaz farz. Zainebia ka qenë çika e madhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka pas 4 çika. I ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 4 çika. Ka pas Zainebën, e ka pas Kulthumin, e ka pas Ruqayyan dhe e ka pas Fatimen radiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Zainebia ka pas burr Abu al-Asin këta. Ruqayya dhe Kulthum kanë qenë të martuar me burra tjerë, mirë po të dyjat pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka martuar me Uthmanin radhiyallahu anhu. Kur ka vdek njëna, ja ka jap tjetrën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe Uthmani është njeriu I vetëm në histori që është martuar me 2 çika të një pejgamberi. Një çika një pejgamberi. Një të njëjtën kohë kur ka vdek tjetra, njëna ja ka jap tjetrën
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se është haram mi pas 2 motra për një herë mi pas 2 motra për grutën. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas 4 çika. E këto çikat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 3 prej tyre kanë vdekur gjatë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zenebi, Ruqayya edhe Kulthumi kanë vdekur gjatë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa Fatimia radhiyallahu ta'ala anha ka vdekur 6 muaj pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga mërzia e madhe që ka pas për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Umamën këtë shikën e Zenebit, pastaj e ka marrë për gru Aliu radhiyallahu an, mas vdekjes së Fatimes radhiyallahu ta'ala anha. E ka marrë për gru Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, mas vdekjes së Fatimes radhiyallahu ta'ala anha. Edhe pse do thotë është ndaluar në Islam që burrit të bashkoj mes grus dhe tezës së saj, nga se kjo ka qenë teza ka pas, umama ka pas Fatimen, e nuk bën sa të është gjallë, njeriu më marr bashk gruan me tezën e saj, apo me hollën e saj, s'bën. Mirë po nëse dek, ajo njëma për ty në bën me martu. Allahu dhe masmin. Ekmel barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. نعم. الله أكبر. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot hadithin e Abu Hurairas, thot ndrohen për juve, ndrohen, do thot si ndrrimi i ndrrimeve. Thot ndrohen për juve thot melaçe të natës dhe melaçe gjatë ditës, thot. Dhe bashkohen thot bashk në namaz të ikindis dhe namaz të fajrit, të sabahit. Thot melaçet kanë dy ndrrime, ato të cilën na përcjellin neve. Ato ndryshojnë thot në ditë dhe në natë. Dhe bashkohen thot kohën e ndrrimit e kanë në kohën e namazit të asrit dhe në kohën e namazit të fajrit, të ikindis dhe të sabahit. Thot pastaj thot ngriten ata të cilët kanë qenë te ju, kanë qenë natën te ju. Dhe Allahu i pyet duke edhe pse ai del më mirë për ta. Ai thot: si i lat robrit e mi. Kanë thënë ata do thonë, i kemi lënë duke u falur dhe i kemi gjetur duke u falur. Thot kur kemi, për shembull, kur jemi kthy prej namazit të ikindis, i kena lënë ata duke u falur. Kur jemi kthy për fajr, i kemi gjetur duke u falur. Tërkohën thot i kemi lënë duke u falur, kemi kthyer duke u falur, ashtu besimtar të vërtet. Ekmel barakallahu fik. Assalamu alaikum. Ngritën lart thotë që Allah subhanahu wa ta'ala është ngritur lart subhanahu wa ta'ala, është mbi arshin e tij subhanahu wa ta'ala. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. نعم. Tani është një transmetim nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: urdhërojeni Ebu Bekrin le t'ju del imam njerëzve. Le t'ju del imam le t'falet për njerëzit. Do thotë kur është smu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe s'ka mujt më me dal në xhami si imam, ka urdhëruar që Ebu Bekri të bëhet imam. E Aisha radhiyallahu anha ka thënë: ja Rasulullah, Ebu Bekri është njeri që kur të qëndron në vendin ku je ti, ja Rasulullah, nuk i lën njerëzit të dëgjojnë nga vaji i madh i tij. Thotë kur del në namaz, vajton shumë, çon shumë saqë njerëzit nuk e dëgjojnë nga mbrapa. Prandaj thotë urdhroje Umerin le të falet ai, le t'ju del imam njerëzve. Atë pejgamberi ka thënë urdhrojeni Ebu Bekrin le të del imam për njerëzit.
Atëra Aisha thot I kam thënë Hafsas Hafsa bia e Umerit, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nana besimtare. Thuj që ti thot atij Ebu Bekri nëse del në vendin të një Rasulullah, nuk do t'i bëj njerëzit të dëgjojnë nga vaji që e bën, nga se është shumë I ndjeshëm Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. E urdhëroi Umerin të falet për njerëzve. Po edhe Hafsa e bëri këtë punë, I tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ju vërtet jeni sikur ato shoqet e Jusufit. Shoqet e Jusufit. Urdhërojeni Ebu Bekrin le të falet me njerëzit. Atë Hafsa I ka thënë Aishës, ka thotë nuk mund të marr diçka hajër prej teje, nuk mund të marr diçka hajër prej teje. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu, thotë ju po më urdhëroni për diçka që nuk është punë jote, sikurse gratë në kohën e Jusufit alayhi salatu wassalam, kur e kanë urdhëruar ose kur I kanë thënë gruas atij ministrit që ta shohin Jusufin alayhi salatu wassalam, kanë dashur që ta shohin Jusufin alayhi salatu wassalam. Akmel barakallahu fik. E këtu po ashtu është modestia e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, nga se Aisha radhiyallahu anha ka dashur të mirën për besimtarët. Nuk ka dashur edhe pse babai I saj është në këtë pozitë dhe njeriu më I dashur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo e ka pa diçka më të dobishme për ummetin që dikush tjetër të dalë në vend të babait të saj. Edhe pse më mira për babain e saj ta marrë këtë pozitë, mirëpo ajo e ka shikuar çfarë sipas mendimit sa më mira për besimtarët. Allahu e bëf rahmet nanën tonë dhe qoftë I kënaqur me të me Aisha radhiyallahu anha dhe me Hafsa dhe gjithë nanat e besimtarëve. Akmil. أحسن الله عليكم. عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل: بلى ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. نعم. Tani e transmetojmë nga Ubaydullah ibn Adi ibn Khiyar radhiyallahu ta'ala anhum, që ka thënë përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ulur para njerëzve, erdhi një njeri dhe I tha diçka fshehurazi. I dha diçka, I foli diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fshehurazi. Dhe nuk dihet se çfarë I tha fshehurazi derisa foli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pastaj kuptuam ne se ai po I kërkon të leje ta vras një munafik. Ta vran një njeri prej munafikëve, prej hipokritëve në Medinë që kanë qenë. Atë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur ka folur Haftazi ka thënë: a nuk thot ai, a nuk bën dëshmi la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah? A nuk thot ai la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah? Ka thënë një njeri po, gjithsesi thot, mirë po, si vlen thot ai shahadet. Atëherë thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: a nuk falet ai? Ka thënë: përkundrazi ai falet ja Rasulullah, por si vlen atij namazit? Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: ata janë të cilët më ka ndaluar Allahu që ti vras. Për këta më ka ndaluar Allahu. Allahu më ka ndaluar të vras besimtarët. Më ka ndaluar të vras ata të cilët falin namazin. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kanë pyet pse nuk I vran munafiqët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka ditë munafiqët kush janë munafiqët në Medinë, një nga një, ka ditë. Por ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la hatta la yuqala anna Muhammadan yaqtulu ashabe. Ka thënë jo, për ndryshe njerëzit do të thonë se Muhamedi I vran shokët e tij. Jo. Edhe pse e ka ditë kush janë munafiqët. E ka ditë ata kanë ardhur, janë falsa për syje faqe, kanë qenë njerëz më të këqij, çdo gjë, kanë qenë më të këqij se mushrik. Pejgamberi sallallahu nuk I ka vrarë. Pejgamberi sallallahu nuk I ka vrarë. Këto ka politikë shumë të fortë që ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe të cilët do mësojnë të gjithë besimtarët, do të mësojnë
të gjithë besimtarët. Pejgamberi sallallahu nuk i ka vrarë ata, edhe pse e ka ditë kush janë ata. Edhe pse e ka ditë kush janë ata. E prej kësaj kuptohet që ata që vrojnë muslimanët dhe vrojnë muslimanët për dyshimet që kanë në to, janë për njerëzve më të këqij, janë për njerëzve më të këqij, posaçërisht këta xhavarixhet, të cilët i nxjerrin muslimanët pe fesë Allahut subhanahu wa taala për dyshimet që kanë në ta dhe krenohen me vrasjen e besimtarëve. Krenohen me vrasjen e besimtarëve dhe janë prej fatkeqësive më të këqija me të cilat ballafaqohet ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Akmil. صلى الله عليكم. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الله أكبر. عطاء بن يسار ka thënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: O Allah, mos e bë varrin tim idhull që adhurohet, idhull që bëhet ibadet. Hidhërimi i Allahut të shtuar ndaj një grupi të njerëzve, të cilët i kanë shndruar varret e pejgamberëve të tyre në xhami. I kanë shndruar varret e pejgamberëve të tyre në xhamia. Ky hadith është hadith sahih, mirë po jo në këtë rrugë, nga se ata ibn Yasari nuk e kanë dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpejt tabinëve, mirë po hadithi ka të tjera në transmetimet të Buhariut dhe Muslimit në rrugë tjera, që janë sahiha. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë e ka lutur Allahu subhanahu wa taala që varri i tij mos të bëhet idhull, që të adhurohet në vend të Allahut subhanahu wa taala. Edhe tregon që Allah është hidhuru shumë me ata njerëz të cilët i kanë shndruar varret e pejgamberëve të tyre në xhamia. Kjo është gjë e ndaluar, të varret të shndrohen në xhamia, të bëhen xhamia varret dhe të falet namazin e to, është e ndaluar dhe nuk bën të bëhet kjo punë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka të rrinë vërejtjen nga ky veprim. E dikush mundet me pyet me thonë, po çysh atëherë varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është në xhamitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është në xhamitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është në dhomën e tij. Dhoma e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë jashtë xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë dhoma ku ka pas Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Dhe ajo ka qenë jashtë xhamisë. E ngjitur me xhamin kjo jashtë xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. E pastaj në kohën e Abdul Malik ibn Marwanit e kanë shtu xhamin dhe i kanë futur edhe ato pjesë brenda xhamisë. Mirë po tani alhamdulillah në kohën e fundit në xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë bërë që safet që janë përpara varrit të tij mos të falen më namazit në të, falen vetëm safat mbrapa kësaj dhe nuk konsiderohet ajo pjesë që është pjesë e xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tani Mahmud ibn al-Rabi' al-Ansari radiyallahu ta'ala tregon thotë që Utban ibn Malik radiyallahu ta'ala an ka qenë njeri që i dilte imam popullit të tij, fisit të tij, duke qenë i verbër. Ka qenë i verbër dhe ka dalë imam atij fisit të tij, ka dalë imam. Dhe thot ai ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndodh thotë që ndonjëherë të jetë natë e errët shumë, dhe të ketë shi e të ketë lëvizje të ujit dhe të ketë vërshime. E unë thot jam njeri që nuk shoh. Prandaj o Rasulullah, falu thot në shtëpinë time në një vend ku do ta shndroj në faltore, ku do të falem. Atë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur dhe i ka thënë ku don që unë të falem. Ka thënë atëherë i ka treguar një vend në shtëpinë e tij, atëherë thot ai është falë në të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky ka qenë imam do thot. Nga njerëz ka mujt me dalë në xhami për shkak të kushteve. Atë ka ngarkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të falet në një vend në shtëpinë e tij. Kjo është një argument që tregon se është mirë në shtëpi të lihet një vend i caktuar ku njeriu falet.
ta ketë një vend të caktuar ku njeriu falet, s'ka gjë të keqe të bëhet si një lloj xhamie e vogël brenda shtëpisë, aty të falet njeriu. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. أكمل. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. نعم. عباد بن تميم transmetu nga Ubad ibn Tamim, ka xhaxhai i tij Abdullah ibn Zeidi radhiyallahu ta'ala anhu, që thot e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të shtrirë në këmbë, të shtrirë thot në shpinë, në xhamin e tij thot, dhe kishte qit një këmbë mbi tjetrën, thot u shtri, thot edhe ka çu një këmbë për mbi tjetrën, duke qenë shtrirë. Pastaj Said ibn Musaybi tregon se e ka parë thot njëjtën gjë që e ka bërë edhe Umeri edhe Uthmani radhiyallahu ta'ala anhuma, duke e bërë të njëjtën punë. Kjo gjë është e lejuar, por me një kusht. Nëse rrobat që i ke poshtë janë që ta mbulojnë avretin, Nëse ke rroba thot që ta mbulojnë avretin, bën thot ta çesh të shtrihesh në xhami dhe të çesh një këmbë mbi tjetrën. Thot dhe të zbulohet pjesa poshtme, mirë po nëse ke diçka që mbulon atë pjesë. A nëse nuk ke diçka që mbulon atë pjesë dhe kur ta çesh këmbën mbi këmbë, një këmbë mbi tjetrën, duke qenë shtrirë, të zbulohet avreti, kjo është haram. Kjo nuk bën të bëhet, nga dhe për këtë arsye ka hadithe të tjera ku pejgamberi s.a.s. ka ndaluar këtë punë, nga se mund të zbulohet avreti. Nëse nuk zbulohet, ke diçka që i veshur në të, s'ka gjë të keqe. Akmil barakallahu fik. Sallallahu alaikum. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. نعم. Tani transmeton një hadith ose një thënie nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu, që i ka thënë një njeriu, ka thënë ti tani je në një kohë ku janë të shumt ata që kanë fik, që dinë fen Allah subhanahu wa taala. Dhe të pakët janë ata të cilët janë lexues dhe që njihen për lexim të Kur'anit. Ata thot në këtë kohë thot ruhen kufit e Allahut dhe ndodh që ndonjë shkruan nuk e din mirë të Kur'anit. Thot të paktën janë ata që kërkojnë lypin dhe të shumt ata që japin. E zgjasin thot namazin dhe e shkurtojnë hutben. Thot i bëjnë veprimet e tyre, thot veprimet e tyre thot në pasim para epsheve të tyre. Thot e do të vi thot një kohë ku do të ketë pak njerëz të cilët e dinë mirë fenë Allahut. Do të ketë shumë lexues të Kur'anit. Thot i dinë shumë mirë leximin e Kur'anit, mirë po i humbin kufit e Allahut, kufit e tij. Thot të shumt janë ata që lypin, të paktën ata që japin. E zgjasin thot hutben dhe e shkurtojnë namazin. Dhe i kanë thot i pasojnë epshet e tyre, hamendet e tyre para veprave të tyre. Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka dhënë një fjalë shumë të madhe. Nga se ka treguar parafërsisht kohën ku jemi ne. Në këtë kohë ku jemi ne, ulemat e mëdhenj të ummetit janë pak të njohur. Më shumë njerëzit i njohin ata të cilët recitojnë Kur'anin. E plot për recituesve të Kur'anit nuk kanë dituri, po dinë vetëm leximin e Kur'anit.
Dhe nuk janë si në kohët e mëtshme, kur namazi ka qenë i gjatë, jam praktiku rregullat e Kur'anit, thotë Kur'ani është praktiku në vepër, jo vetëm në lexim, por praktiku në vepër. Dhe namazi ka qenë i gjatë e hutbja ka qenë e shkurtë. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna qisara al-khutbati wa tul as-salati ma'innatun min fiqh ar-rajul. Hadithi vërtet, kur vërtet hutbja e shkurtë. E namazi i gjatë është shenjë që tregon për fikun dhe kuptimin e mirë të fesë së njeriut. Hutbja do të zbën me kanë gjatë, namazi do të me kanë gjatë. Namazi duhet me kanë gjatë. E tani koha është ndryshe krejt. E sheh hutbën e mon 1 orë. Kjo s'ka kur far lidhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E mon hutbën 14 minuta. S'ka kur far lidhje me hutbën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ky veprim. Hutbja gjatë nuk është për sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Namazi i gjatë është. Po në kohën e parë ka pas shumë njerëz që japin shumë, pak njerëz që lypin. Lypsa ka pas pak, që japin ka pas shumë njerëz. E tani thot ka shumë lypsa, e pak ka njerëz që i dhon. Pak ka njerëz që dhon. Ka shumë Kur'an, lexues të Kur'anit, lexojnë Kur'anin shumë bukur, çdo mirë, sa mirë, po nuk i praktikojnë urdhrat e Allahut subhanahu wa taala, dhe çfarë është? Çfarë është? E pak ka ulema ka pak. E tani për shembull është fatkeqësi që njerëzit i pasojnë dhe ndëgjojnë lexuesit e nuk i ndëgjojnë ulemat e umetit. Ulemat e umetit. Kjo është uha në të cilën jemi tani. Ekmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. نعم. Tani e transmeton nga Yahya ibn Sa'idi që ka thënë, kam dëgjuar, thotë që gjëja e parë të cilën do të shikohet nga punët e robit është namazi. E nëse i pranohet, thotë, atë thotë do të shikohen punët e tij të tjera, thotë. E nëse nuk i pranohen, thotë, nuk shikohen në punët e tij të tjera, nuk shikohen punët e tij të tjera. Ky transmetim është thotë i ndërprer, nga se Yahya ibn Sa'idi nuk e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk e ka mbri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por ka ditë të tjera nga Enesi radhiyallahu anhu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë gjëja e parë që do të llogaritet të robi ditën e Kiametit është namazi. E nëse i përmirësohet namazi, do të gjërat të tjera i përmirësohen. Edhe nëse i prishet namazi, do të prishen gjëra të tjera të tij. Nëse s'ka pas namazin në rregull, s'ka pas namaz, gjëra të tjera nuk i humbin. أكمل بارك الله فيك. صلى الله عليكم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. نعم. عائشة رضي الله عنها tregon që hadithi vërtet thotë që gjëja që e donte më së shumti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte një gjë të cilën dikush e punonte vazhdimisht. Gjëja të cilën e donte pejgamberi sallallahu më shumë të njerëzit është një gjë që dikush e punonte vazhdimisht. Jo për shkak një gjëra që bën me eufori, që e bën një herë, pastaj nuk e bën më. Jo, një punë që e bën vazhdimisht, ajo është gjë të cilën e don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bile ka në hadith vërtet që nga pejgamberi, nga fjala e tij që ka thënë: "Habbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall." Thotë punët më të dashura te Allahu subhanahu wa taala janë ato të cilat bëhen vazhdimisht, edhe nëse janë të pakta. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه ب40 ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه في كل يوم 5 مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. الله أكبر. Tani një hadith tjetër nga Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum,
thotë që kanë qenë thotë dy vëllezër musliman. Kanë dy shokë, thotë. Dhe njëri prej tyre vdiq thotë para shokit të tij. 40 ditë para shokut të tij. Ka vdekur 40 ditë para shokut 40 net para shokut të tij. Thotë dhe i është përmendur mirësia e të parit, atij që ka vdek së pari. E pejgamberi sa ka thonë, po ky i dytja nuk ka qenë musliman? Ka thonë, përkundrazi ja musliman, ka qenë musliman ja Rasulullah. Dhe nuk ka qenë i keq. Atëherë pejgamberi sa ka thonë, nuk e dini të çfarë mund të ketë bërë për të namazi i tij. Thotë, vërtet namazi është sikurse një shembull i një lumi me lumi që ju ka lënë, lum i shumt, që ka shumë ujë dhe të ëmbël, ka shumë ujë të mirë, tomën, që kalon nga pranë derës së dikujt për juve. Thotë edhe në çdo kusht dhe thotë robin do të futet 5 herë ditë, 5 herë ditë thotë lahet në të, 5 herë ditë lahet në të. Thotë e çfarë jam ju merr mendja thotë, a i mbet ndonjë fllitësi e papastërti atina që lahet kështu 5 herë ditë? Thotë ju nuk e dini thotë çka ka arritur për të namazi i tij, thotë. Namazi thotë, këtë 40 ditë namazi që i ka pas më shumë se sa ai që ka vdekur më vonë, thotë, kanë mujt me arrit shkollë shumë më të madhe se sa ai që ka qenë para tij. Vetëm për këtë. Allahu akbar. Akmil. أحسن عليكم. عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد، فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة. نعم. عطاء بن يسار thotë ka pas që thotë kur ka kalu thotë nga dikujna që ka shit brenda në xhami, ka bërë shit blerje brenda në xhami. E ka thirrë dhe i ka thonë, çka po don dhe çka ke me vete dhe çka po don. Thotë nëse ai ka thonë që don me shit diçka, ai ka thonë shko te suku, shko te pazari i dunjas, nga se këtu është pazari i ahiretit. Pse ka thënë këtë duke u bazuar në thënien e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të shitet dhe të blehet në xhami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar shit blerjen në xhami. Dhe ka thënë që kur dikush shet ose blen në xhami ti bëhet dua kundër tij, që Allah mos më jap bereqet në shit blerjen e tij. Ky ka thënë domethënë shko në pazarin e dunjas, kjo është pazari i ahiretit. E prej kësaj marrin argument dietar që thonë që në xhami nuk bën të bëhet asnjë shitblerje. Bile pillojeve të shitblerjeve që ne mund të habitemi të bëjmë ato, është shitblerja që mund bëhet përmes telefonave. Për shembull, ke në telefon ndonjë aplikacion dhe blen diçka ose shet diçka brenda xhamisë në aplikacion. Për shembull, blen diçka ushqim, por ose diçka ushqim përmes aplikacionin brenda xhamisë. E blen me kartë blen ose blen diçka në internet, blen çfarë do gjëje brenda xhamisë, nuk bën me bakatu, nuk bën me bën xhami. Del nga xhamia, shitblerjen e bën në jashtë xhamisë, jo brenda në xhami. Nuk bën me bën brenda në xhami. As nuk bën me shit diçka brenda xhamisë, as nuk bën me ble brenda xhamisë, as bën xhami për shembull me thon, më ka hub diçka, me kërku lopën apo derën që të ka hub, apo gjëra të tilla. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. نعم. Maliku thotë ka dëgjuar se Umar radhiyallahu an e ka ndërtuar një vend të ngritur në pjesë jashtë xhamisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka quajtur që quhej Butayha. Dhe ka thënë kush don të flas gjëra të panevojshme që s'fliten në xhami, ose të thot poezi, ose ta ngrisë zërin, le të shkon në atë vend thotë le të çndron. Le të shkon në atë vend le të çndron. Thotë pra në xhamia nuk është për këto punë. Nuk është për këto punë. Akmil barakallahu fik. Assalamu alaikum. باب جامع الترغيب في الصلاة. عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق. نعم. Tani është një transmetim që Imam Maliku rahimahullah transmeton nga axha e tij, nga gjyshi i tij, nga Talha ibn Ubaydillah. Xhaxha i tij ka pasur Ebu Suhejl. Maliku ka qenë gjyshi i Imam Malikut, që ka qenë për tabiinëve. Ky ka transmetu çfarë begatije ka pas xhaxhain o alim, e ka pas gjyshin prej tabiinëve. Ai ka transmetuar nga sahabit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë begatie. Thotë që e ka dëgjuar thotë që Talha ibn Ubaydillah ka thonë ka ardhur një njeri nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej banorëve të Nejdit, prej banorëve të Nejdit. Nejdi është mesi i Arabisë, aty për shemb Korsad, Riyadh e këto vende. Ka pas flokët e shprishura. Dëgjoi thot një zhurmë prej zërit të tij, thot mirë, po nuk kuptoi se çfarë po fliste me fliste derisa u afru. E thot kur është afru, thot e ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për Islamin. E ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për Islamin. E atë Rasulullah sallallahu alajhi wasallam i ka thënë 5 namaze në ditë dhe natë, brenda ditës dhe natës. Ai ka thënë, a kam tjera namaze obligim? Ka thënë jo, vetëm nëse don me shtu nafile. Edhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe agjërimi i muajit të Ramazanit. Ka thënë ai, a kam diçka tjetër obligim? Ka thënë jo, përveç nëse don të shtosh. E atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka përmendur edhe zakatin. Ai ka thënë, a kam obligim tjetër diçka? Ka thënë jo, përveç nëse don të shtosh ti nafile. Atë thotë njeriu e ka kthy shpinën dhe ka vendi prej nga ka ardhur. Duke thënë, pasha Allahun, nuk do të shtoj diçka nga këto, e as nuk do të mangoj. Do t'i çoj këto në vend, 5 nam farzet, muajin e Ramazanit, zakatin, mirë po vetëm obligimin, jo më shumë. Atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë aflaha ar-rajulu in sadaq, ka thënë ka shpëtu njeriu, ky njeri do thotë nëse ka thot vërtetën. Nëse thot vërtetën dhe i mbahet farzave të Allahut subhanahu wa taala që ja ka obliguar Allah dhe nuk shton diçka, ka shpëtuar. Kjo është për argumenteve që namazet këtu janë farzet. Nuk ka farze tjera. Mirë po, nafilet nëse don më shumë, kish problem më shumë te Allahu subhanahu wa taala. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذ هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده وإن توضأ انحلت عقده فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. جزاك الله خيرا شيخ مصطفى بارك الله فيك نراك بعد رمضان بإذن الله. Tani është hadithi i fundit që do ta lexojmë për sot. Është hadithi i Abu Hurajras radhiyallahu ta'ala anhu, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot shejtani thot i lidh 3 nyje thot në kokën e juaj. Thot 3 nyje thot i lidh shejtani në kokën e dikujt prej juve kur jeni duke fjetur. Thot edhe në çdo vendin e çdo nyjes godet dhe thot e ke natën e gjatë, thot rri, flaj. Thot e nëse zgjohet robi dhe e përmend Allahun thot një nyje thot zgjidhet një nyje. Nëse merr abdes thot zgjidhet nyja e dytë. E nëse falet thot zgjidhet nyja e tretë. Nëse falet zgjidhet nyja e tretë. Atë thot do ta mbri sabahin thot do të jetë aktiv
dhe do të jetë në gjendje të mirë shpirtërore. Por ndryshe thot, do ta mbri sabaj thot me gjendje të keqe shpirtërore dhe do të jetë dembel, do të jetë dembel. Yani kjo çka thot që shejtani mundohet njeriu ta largojë nga falja namazit farz, dhe ja shijon, ja shishmon thot gjumin dhe nuk e fal farzin Allahu subhanahu wa taala. Nëse zgjohet dhe nuk i bindet shejtanit, atëherë e ka këtë problem. Allahu te baraka taala alam. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Me mirësinë Allahu subhanahu wa taala i mbaruam 19 mezhlise nga Muwatta e Imam Malikut rahimahullah, dhe kemi lexuar deri tani 486 hadithe nga Muwatta e Imam Malikut, i cili ka 2800 hadithe. Allah i shpërblet vllazni. Allah nderoft. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.